Përshëndetje, shikus të nderuam pej Glareve. Kalova sot këtej, është ora 4:20, 4:12 minuta, 13 minuta mas dite. Edhe thash t'ja bëj një video të përditësim të vogël të gjithë trasesë së rrugës që është në ndërtim më sipër. Këtu është ajo pjesa malit që vazhdon, ju e dini. E unë e di që ju e dini, ju e dini që unë e di. Edhe më ka thoni shikus, kaloni ditë anej ka dheu. I nderuam, unë nuk kaloj anej. Anej nuk ka rrugë për momentin me kalu, është hala një kantier i tërë i ndërtimit. I kom pa disa makina që po punojnë. Na i thojnë maqina që po punojnë. Se në çfarë pike janë, ku janë, ata e din vetë. Ndërkohë, në dy lotet ku kalon tani trafiku i përditshëm, siç është loti like straight këtu, ja cisterna që po e ujithojt, që po ujith rrugën me ujë. Kjo është cisternë e mirë, sa po do të pas 2 javë si ka që kanë fillu me i përdor. E madhe, e mirë, e re. Hala se kom gra. Edhe deshta m'ja tregu disa pjesë tani, shikoni pak pjesën e majt ose kursit e majta, i shikoni që tashmë kufizuesit e asfaltit, ose në këtë zhargonin tonë të përdit që mi thëmë guret anësor, veç janë vendosur. Kur vendosen guret anësor dhe guret e mesit, është pikërisht momenti ku ajo është gashme për mi shtru 0,30 asfaltin, dhe më thënë bazën për asfalt 0,30, edhe me njëherë pastaj vendoset asfalti 0,30, dhe më thënë, kur e shikoni këtë, kur vendosen guret, është shumë afër. Do ecim avash, si thojnë në Shqipëri, për shkak se nuk po dojmë i shkaktu mjetit defekte të panevojshme. E di që është interesant sa i përket këtyre gurëve anësor, që ata sipas projektit do vendosen në vendet të ndryshme, në mënyra të ndryshme. Në sa duket ka të bëjmë me pjertësinë e rrugës dhe me vendin ku janë të vendosura grumbulluesit e ujit, të ujrave atmosferike. Kjo është si që është para parë nga projekti. Dhe shikoni që këtu nalen tani, dhe pak ma poshtë fillojnë prap guret të tjerë, po janë e mes. Tani ja do vendosin, prap do vazhdojnë në mes që tjene, dhe prap do vazhdojnë anësh, nuk e di, nuk di shka me ju thonë. Vetëm e di këtë fakt që e di që nuk ka gur në të gjithë, dhe më thënë nuk është që pa tjetër duhet t'jenë guret tamam si në të dy anët, sepse varet nga mënyra se si do t'jetë
është e projektuar grumbullusi tuaj. Për shembull, shikoni këtu që nuk ka djathtas grumbullusish, po janë majtas. Prandaj pritet që rruga të jetë kështu në këtë mënyrë, do thënë ana e majt të jetë më ulët se sa ana e djathtë. Këtu, nuk e di. Duhet me pa. Këtu tani fillun edhe anën e djathtë. Por shofim, thjesht ndoshta edhe nuk kanë pas mundësi mi vendos të gjithë gurët për shkak se fabrikat që i prodhojnë ndonjëherë kanë vështirësi me prodhu as sa na duhen neve, as sa i duhen dika drejt. Andaj ndonjëherë besoni ose jo duhet me prit ndonjëherë edhe për zhavar, edhe për tubat e betonit, edhe për guret, edhe për kupzat. Për si që shikoni, traseja majtas tashmë është mbyllur sepse është ka përgatitet që për të ushtruar asfalt. Edhe unë mendoj që nga fillimi atje i pjesës ku e ka lika drejt deri te ura poshtë, ndoshta nuk do të shkojnë 2 ose 3 javë pa ushtru 2 korsit e majta ose korsia që po kalojmë tani, kjo pjesa këtej. Edhe korsit djathtas, që janë këto këtej në të djathtën tonë. Edhe këto po përgatiten gradualisht me tubacionet. Kjo është ajo pjesa e minimit fundit, e mani mend para afërsisht 3 javë si e kon këtu. Këtu o kon vetëm shkëmbim. Tani të gjitha ata janë hek, janë blu, është përgatit materiali me ta dhe është tru poshtë. Edhe gradualisht po bëhen këto farë gërmimet në mes të rrugës, të cilat janë për fshirat atmosferike kështu me radhë. Prandaj do të jetë interesant ta shikojmë kur do të jetë asfalti, kur do të jetë momenti që të shtrohen asfalt. Më përshëndetëm kolegun, nuk e di pse është kjo vetur zyrtare, po e na lume bu. Shikoni se si po gërmohet, po punojnë makinat këtu, punëtorët. Është ka gjanë nxehtë, është 32 gradë për momentin. Përshëndesim. Vetëm mund të imagjinoj sa gradë do të jetë ato ditë që do shtrohet asfalti. Shyret ka me unë, besame. Knasi, se ne kemi atë e përdorim këtu në Kosovë të na shyret. Knasi do të thotë. Sepse kur shtrohet asfalti në një rrugë, si të thush ajo është qërshia mbi tort. Kuptohet që rruga nuk quhet e përfunduar vetëm kur ka asfalt, sepse është vjezimi, vendosja e shenjave të komunikacionit e kështu me radhë. Kjo pjesë është asfalti që është hek para disa dite, nëse nuk ka bëjt para di që të shtunën që shkoj. Se tani po e kujtoj. Pishti pakën përdorim kokën procesorin. Ja, edhe kjo tani ona majtas tashma është ngjeshur mirë. Tani është ka përgatitet ona djathtas. Edhe asfalti, si u thash, do të vi nga atje deri këtu te ura. Pastaj besoj do të devijojë veturat deri sa të forcohet ura.
Urasish po e shikoni, tash më qëndron e ndërtuar. Tani besoj që do të ketë edhe një shtres tjetër beton sipër. Prandaj janë punëtorët aty sipër, po I hekin shablonat e dronit kur shderdh betoni. Derdhja betonit është bu pardje. Jo dje, po pardje. Duhet mu mirëmbajtjen e, duhet mu la, mi dho ujë betonit, mu forcon mirë, mu lidh mirë, ka gjatë. Por është dikur rreth 80 cm plus masive. Edhe me sa po kuptoj unë do vazhdoj tjetë edhe një ndoshta rreth 1 metër, 20 plus masive e betonit. Vetëm mund të imagjinoni sa beton të bëj kanzon. Ju pa ta premtu se do ta pyesja ata kolegët e mi që kanë bu derën e betonit aty, por sinqerisht I kam taku, por kam harru. Jam harrashikes. Okej. Nuk ka zhvillimet e tjera poshtë, prandaj besoj kjo video rreth 12 minuta është më se mjaftueshme që ta kuptoni që këtu në segmentin Lika Trade është ka punuar në shi, në dilli, në vikend. Thënë është ka bot një punë fantastike që sa ma shpejt që të jetë mundur kjo rrugë ose pjesa që ka Lika Trade të jetë në asfalt e kompletuar 4 kursit që pastaj me fillu atje Zahaq deri në Leshan 4 km që I kanë. Të pamje fantastike tymi që ngjon në vendit luftës, po ju përshëndes nga Dolci ose nga kershat e Dolcit. Ciao ciao.